Pastaj si punojnë gjërat, si punon errësira, më thet tash gjithë to përçarje, deri te komunizmi, ateizmi, gjithë to vrasje, vdekje, e dhunë, përçarje, varfërie, lloj mallkimesh. Për sepse ne kemi harruar Zotin. Shqiptarët bëheshin me turkun dhe për hir të parave vrisin shqiptarët. Këtë thotë historia dhe thotë Sami Prashi dhe është unë them unë, lexoni librin. Shqipëria ç'është? Çka qenë ç'është do të bëhet? Vinin shqiptarët mercenarë, regjistroheshin te turku dhe për ato lekë që jepte turku vrisin vllajën, vrisin motrën, vrisin njëri tjetrin shqiptarët. E harruan dashurinë e Krishtit që thotë duash armiqt. Dhe Shqipëria 16 shekuj ka qenë e gjitha e krishtere, ka qenë vendi ndër të parët vendet krishtera në botë. Nga Jerusalemi thotë shkrimi e Solomon gjurin deri në Iliri, thotë apostulli Paul. Kurse shqiptarët vrisin vllajën. Por nuk ka rastësi në botë, Perëndia lejon edhe diktatorë të tillë si Enver Hoxha. Për këtë e lejoi, sepse nuk lë Zoti asnjë mëkat pa u mbështuar. Dhe vrasja e vllajt është vetëm në Bibël, vrasja e Kainit që vret Abelit. Ja pra shqiptarët e kanë bërë, kjo është e vërtetë. Po shkojë shqiptarët pendohen dhe të pranojnë ndreshjen, që është fjala e Perëndisë, dhe kthehen te Zoti. Nëse duan bekime, nëse duan mbarësi, nëse duan mirësi, do të kthehen te dashuria dhe e vërteta. Ndryshe po vazhdojmë të vritemi me njëri tjetrin. Atëherë mos presim të kemi mbarësi dhe bekime. Sepse po zgjuam njëri tjetrin, çdo vllai vllajin, si mundoj Zoti? A do thonë pse urren Zoti, po patjetër që urren, zemërohet Zoti me këto. Zoti do të duash të gjithë. Krishti vdiq për ata që vran. Kurse shqiptarët kanë vrarë njëri tjetrin për para. Dhe disha i bënë turku pasaj që ta dinë që të gjithë. Se njerëzit nuk lexojnë në Shqipëri. Edhe më komentojnë në video pse janë muslimanë, se kanë fare me muslimanë. Edhe muslimanë shqiptar janë. Dhe duhet që të gjithë më të mirën, po edhe ata duhet dinë tek e vërteta dhe ta pranojnë që janë në rrugën e gabuar. Sepse turku mirë që çonte shqiptarët dhe vrisin njëri tjetrin, përpara po sjellte as parat shqiptarëve. I zmbrapste me arrogancë, kështu si thoshte mirë, shko vritet sa tir dhe t'i japun dhe se jepte prap. Prandaj u rebeluan shqiptarët në fund pastaj. Se s'morën lekët, jo se i bëjnë një vonë për Shqipërinë. Ja pra kjo është me gjithë bashkëfaktor dhe bashkëvuajtës. Dhe se kisha në plan të thoja këtë gjë, por e vërteta na bën të lirë. Ose vëmë gishtin në plak, atëherë s'kemi për të parë problemet e vetja. Sepse smundja na shkruan vetëm ai që kupton që është i smur. Kur ti se kupton që është i smur, thonë ma ka fajin tjerë. Ma ka turku, ma ka serbi, ma ka greku, ma ka ky, ma ka rusi, ma ka ky. Nuk është ti s'do të di fare çfarë mund të gjithë kanë hallet e tyre. Se turku ta ka fajin shqiptarit, pse vret vllai shqiptarit përpara? Çfarë fajt ka turku? Turku është për çfarë sundor, si shpundot tani, po si Ukrainë. Po si Ukrainë si të vritet Shqipëria me Kosovën. Kështu, tjetri e premton para ai tjetri. I përdor si ushtar si mercenar, i tani çfarë është? Prandaj njeriu duhet të kthehet te Zoti, mos të ecë me fjalët e botës, se kështu punon i Bibli. Djalli thot Jezusi, është babai i gënjeshtër dhe është njëri vrasës që na fillimi. Dhe vjen thot vetëm për të vjedhur, për të vrarë dhe për të shkatruar. Edhe luftrat prandaj bëhen. Po të zhvatur. Dhe mirë ai që i beson armikut dhe si beson vllajt të tij. Ai që i beson të huaj, si turku në rastin konkret dhe kemi parasysh politik, dhe si beson vllajt të tij. Që ja thot vërtetën me gjithë zemër. Po bëhet me të huaj dhe urren vllajt. Po këto ndodh edhe sot në Shqipëri, bëhen me të huaj dhe urren shqiptarët. Kjo po ndodh. Prandaj Shqipëria është për çfarë dashur. Gjithsesi se bëra të pjesë për të qenë aktuale dhe thash nuk e kisha për ta ndarë, po ja, një rast praktik për ta kuptuar të vërtetën nga gënjeshtra, të rritën nga errësira. Që mos të përsërisësh një gabim. Prandaj thashë me shqiptarët që më kanë zemra, që është ndër popujt e pakët në botë që shkatron veten dhe në çdo vend të botës komunitetet e huaj i shet të bëra bashkë. Për shembull, isha në një vend huaj, shoh kinezët të rinin bashkë aty në një vend huaj. Po diun, hebrejt të rinë bashkë me njëri tjetrin. Shumë të tjerë që kanë parë bashkë, vetëm shqiptarët zihen me njëri tjetrin. Në Angli, në Itali, kudo që kanë parë. Bëjnë banda dhe zihen me njëri tjetrin. Po është turp. Është turp, mirë që buqet po i mbushin. Por është turp që në një vend huaj të zihesh me vllajën tënd dhe vritesh me vllajën. E pra, vëllezër dhe motra, jemi në mallkim për të gjë që duhet ndryshojmë. Nëse duam degradimin e Shqipërisë,
Ndryshimi fillon nga ne. Ndryshimi është e vërteta. E vërteta që jemi mëkatar, na duhet të ndezë, duhet të kthehemi në rrugën e Zotit. Dhe të krishterët ta mësojnë fjalën dhe ta përdorin me guxim, se këto thot Zoti. Dhe të guximi im nëse e thash në vërtet, dhe ura mos kem prekur në njërin, po edhe më shprekur është qortim i perëndishëm në dashuri. Të krishterët duhet që ndorojnë me guxim për të vërtetën. Jo të bëjnë lajka, të bëjnë diplomacira, të bëjnë kompromise, duke thënë të zezës të bardhë. Si shton tani që s'na ka pushtuar në Perandori Osman. Po çfarë na ka bërë 500 vite Perandori Osman? Kur s'na pas ka pushtuar. Po mirë, nuk na ka pushtuar, por na ka shkatruar, na ka djegur në universitete, me njerëz, me shtëpi. Çfarë na ka bërë? Çfarë mirë ka sjell Perandori Osman aty? Që ke pasur shtypshkojën e parë në Europë, në Moskopoj. Ke pasur universitetin e parë në Europë para Heidelbergut i Gjermanisë. Ku je tani ti? Pse s'krahasohesh as me Bosnjën? Kurse atëherë krahasohesha me Gjermaninë. Të zhvillim ka sjell turkut ose gjë të çuditshme sot. Vëllezër dhe motra, i them këto gjëra për të kuptuar fjalën e Perëndisë është e vërteta, të qëndrosh për të vërtetën, për atë që beson me gjithë zemër. Dhe përdore me guxim. Sepse vetëm e vërteta e bën njeriu të lirë, po se vure gishin në plagë, nuk shërohesh. Shqipëria është e smur, është në mallkim. Shqipëria edhe shumë shqiptar kanë ndruar besimin e tyre të krishterë vetëm për para. Dhe pam që edhe vetëm për para vriteshin njëri tjetrin dhe smerin as para, prandaj u rebeluan. Kjo është e vërteta. Dhe thonë historianët, përfshirë dhe Sami Prashin lexoni librin, nuk e them. Dhe unë po mbyll me moton e këtij kanali duke shpresuar që këto materiale t'ju keni inkurajuar që të kërkoni Zotin dhe të shkëputeni nga sistemi i errët i kësaj bote, që të çon njeriu në shkatrim. Do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Zoti t'ju bekojë dhe t'ju ruaj.